Një nga momentet që u kthye menjëherë në temë diskutimi në shtëpinë e Big Brother Albania ishte episodi kur Rogerti u rrëzua në dysheme pas një prekjeje të lehtë nga Stenaldo. Një situatë që në pamje të parë mund të dukej si shaka mes banorësh, por që më pas mori për masa emocionale dhe sociale brenda dinamikës së lojës. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Gjatë një momenti loje dhe batutash mes banorëve, Stenaldo e preku lehtë Rogerin dhe ky i fundit humbi ekuilibrin duke përfunduar në dysheme. Pamja ishte e papritur dhe reagimi i parë i shtëpisë ishte i qeshur. Banorët nisën të talleshin në mënyrë lozonjare, disa duke bërë humor, të tjerë duke e egzageruar situatën për spektakël. Por ajo që e bëri skenën më të fortë nuk ishte rrëzimi në vetvete, ishte reagimi kolektiv. Në vend që situata të mbyllej me një ngritje të shpejtë dhe një buzëqeshje, ajo u kthye në një moment ku shumica e banorëve luajtën me episodin, duke e përdorur si material për shaka të vazhdueshme.